Ju çfarë raporti keni me kryeministrin Rama? Unë nuk e di, do me thonë këto fabulat e përplasjeve në qytet, sepse të gjithë kryebashkiakët e kaluar, Shpëtim Gjika ka pasur 3 mandate të suksesshme në Bashkinë e Vlorës, Dritan Leli ka pas 2 mandate të suksesshme. Po nuk mund të themi që nuk ka pasur përplasje me Dritan Lelin, ëh? Këtë nuk mund ta themi. Jo, unë po them edhe një herë dhe jam shumë e qartë tek përgjigja që këto janë disa fabula të cilat kanë qarkulluar mediatikisht, por ne që jetojmë në këtë qytet, dim të themi se nëse do të kishte përplasje, Dritan Leli nuk kishte pse ta merrte mandatin e dytë dhe do të sqaronte këto, por këto janë pyetje që i takojnë Dritan Lelit edhe patjetër, unë domethënë pyetja ime ishte duke qenë se ka pasur po ato që dua të theksoj, ka një vërtet shumë të madhe nëse Vlora ka një dinamikë të tillë dhe ka një stad të tillë zhvillimi, të marrë të djathtë, bëjmë dakord që Edi Rama dhe vizioni i tij dhe mbi të gjitha dashuria e tij për Vlorën e ka sjellë Vlorën në standard dhe sot ne shpresojmë që Vlora të jetë qyteti i parë nëpërmjet aeroportit të japi dyert Evropës, sepse tashmë jo vetëm që është një qytet turistik, por është një qytet gjithëpërfshirës, edhe kemi moton që gjithë vizitorët do të vinë në qytetin e Vlorës, të rikthehen në qytetin e Vlorës, me po një dashuri si e kemi ne vlonjatët për Vlorën. Pra, marrëdhënia juaj me Ramën, cila ishte? Marrëdhënia ime është me Ramën si kryeminist i vendit tim dhe si duke e pasur edhe faktin që kemi me rënjë nga Vlora, e di shumë mirë që ai do ketë dashamirësinë dhe do të japë suport kryebashkiakes së parë në qytetin e Vlorës.